Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vuani nga pagjumësia, ja receta sekrete që ju vendos në gjumë për 30 sekonda. Ushqimet që hani dhe koha e vakteve tuaja mund të ndikojnë atë se sa lehtë të bini në gjumë dhe sa qetësuese është nata juaj. Rekomandohet një vakt ose një meze e lehtë para gjumit, veçanërisht për njerëzit që vuajnë nga pagjumësia, pasi një sasi e vogël e ushqimit në trup mund të ndihmojë që të flini dhe të parandaloni çdo shqetësim që lidhet me urinë. Ekspertët e gjumit sipas Sleep Speaker këshillojnë se duhet një vakt i lehtë. Edhe pse të gjithë reagojnë ndaj ushqimeve ndryshe, ka disa rregulla të përgjithshme që mund të ndiqni. Disa ushqime të tilla si kafeja dhe pijet e tjera me kafeinë duhet të kufizohen më herët gjatë ditës për të parandaluar shqetësimet e gjumit. Ajo ka treguar një listë që duhet të hani për të patur një gjumë më të qetë. Sipas Sleep Speaker, do të rëndisim disa nga ushqimet më të mira që duhet jenë pjesë të dietës suaj për një gjumë më të shëndetshëm. Mishi nga gjeli detit. Edhe pse konsumi sasive të mëdha të proteinës pak përpara gjumit nuk rekomandohet në mënyrë të moderuar, ushqime të tilla si gjeli detit mund të ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe uljen e shqetësimeve. Gjeli detit përmban triptofan, një aminoacid që rrit nivelin e melatoninës në trup dhe ndihmon me gjumin. Peshku. Përfshirja e peshkut si salmoni ose toni në vaktet tuaja të mbrëmjes në mënyrë të thjeshtë do të rrisë marrjen e vitaminës D. Mungesa e vitaminës D do të rrisë rrezikun e çrregullimeve të gjumit dhe vështirësisë për të fjetur. Kështu që ndërsa përpiqeni të kaloni pak kohë jashtë në diell, duke rritur sasinë e ushqimeve të pasur me vitaminë D, ndihmoni në përmirësimin e gjumit. Çajrat bimor. Zvendësimi i një prej kafeve të përditshme me çaj bimor, siç është kamomili, kontribuon në përmirësimin e cilësisë së gjumit. Çaji i kamomilit redukton ndjenjën e ankthit duke çuar në një gjumë më të qetë. Përveç kësaj, ai përmban antioksidant që thuhet se reduktojnë pagjumësinë. Një tjetër produkt shumë i mirë për personat që vuajnë nga pagjumësia është edhe mjalti. Shtimi një sasie të vogël të mjaltit në ushqimet e pasdites ose vaktin e mbrëmjes do të ketë efekte pozitive për gjumin. Mjalti përmban glukozë e cila mund të ulë nivelin e oreksit në trup, një neuropeptidi që rregullon vigjilencën. Frutat arrore. Rekomandohen fruta arrore si ara dhe fistikët, përveç përmbajtjes së lartë të vitaminave dhe mineraleve. Këto ushqime janë ndër më të pasurat me melatonin. Për shkak të nivelit të lartë të melatoninës, ngrënia e një grushti të tyre para gjumit do të përmirësojë ndjeshëm cilësinë tuaj të gjumit. Qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë edhe komod. Ai përmban triptofan dhe rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjesinë e lumturisë dhe të mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore pasi mund të nxjisë gjumin edhe të ata që vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji i mentes. Çaji i mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Mentet gjithashtu zvogëlojnë intensitetin e tyre duke lejuar trupit të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për të marrë parasysh. Lëngu i qershive. Lëngu i qershive si qumshti përmban triptofan, prandaj mund të prodhojë hormonin melatonin, duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë, duke siguruar më shumë orë pushimi gjatë natës. Qumshti i arrës së kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale që janë të aftë të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë një gjumë më të mirë. Përveç kësaj, zvogëlojnë presionin e gjakut dhe entjen e veshka. Falsasive të mëdha të elektroliteve natyrore ndihmon trupin të ekuilibrojë dhe të relaksohet. Bananet. Bananet gjithashtu përmbajnë triptofan përveç dy mineraleve kryesore në relaksimin e muskujve, kalium dhe magnez. Ky frut ka efekte qetësuese në funksionet më të mira integrale dhe zvogëlon stresin fizik. Gjithashtu, sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon ndjesi të ngopjes, gjë që rrit dëshirën për të fjetur. Çaji i jeshil.
I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një mundësi shumë e mirë. Sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin, ai me dekafeinë është alternativa më e mirë. Ky çaj ju relakson dhe largon stresin duke ju ndihmuar të flini shumë më qetë, sidomos gjatë natës. Qumshti i bajameve. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë më të thellë. E pasur me magnez, qumshti i bajames ka prova të jetë shumë efektiv kur bëhet fjala për nxitjen e gjumit. Si qumshti i lopës, qumshti i bajames ka tripofan, falë kësaj, trupi mund të prodhojë melatonin. Ky hormon është thelbësor për rregullimin e orareve të gjumit dhe kjo është një arsye pse shumë njerëz me pagjumësi kronike prirën të marrin shtesat të melatoninës për të fjetur si duhet. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit ka efekte zbutëse në trup. Zakonisht rekomandohet për dhimbjet e stomakut pasi mund të ndihmojë në tretje dhe lehtësimin e tensioneve të brendshme. Sidoqoftë, kamomili ka provuar të jetë efektiv në zvogëlimin e simptomave të stresit, siç janë për shembull pagjumësia dhe ankthi kronik. Spinaçi. Kjo perime është e pasur me magnez, i cili në mënyrë natyrale relakson nervat dhe muskujt, për të qetësuar trupin dhe për të nxitur gjumin. Magnezi, i cili është i pranishëm te spinaçi, mund të jetë gjithashtu një alternativë shumë e mirë për një gjumë më cilësor. Ekspertët këshillojnë përdorimin e tij në recetat tuaja të gatimit, duke ditur edhe veçantinë që ka për një cilësi më të mirë të gjumit. Është e rëndësishme të tregoheni më të vëmendshëm me atë që shtoni në dietën tuaj. Mjalti. A keni provuar të përfshini mjaltin në dietën tuaj? Mjalti është i pasur me vitaminën B, vitaminën B6, B12 dhe thelbësore me sistemin e elementëve të mineraleve. Ato janë në një zgjidhje shumë e mirë për cilësinë e duhur të gjumit. Qershit. Qershit janë një ushqim fantastik që ju ndihmojnë të flini më mirë. Ato përmbajnë antioksidantin melatonin, i cili qetëson sistemin nervor dhe kështu ndihmon kundër pagjumësisë dhe dhimbjeve të kokës. Gjithashtu, shkencëtarët nga Universiteti i Luizianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ju ndihmon të flini më gjatë. Ulëntimi i tyre ka treguar se të anketuarit kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më gjatë pasi pinin çdo ditë për 2 javë 2 gota me lëng qershie. Kivi. Kivi është i pasur me fitokimikate si dhe antioksidant të fuqishëm që nxisin gjumin. Kivi është i pasur me serotonin, ashtu si ananasi, bananet, kumbullat, arrat dhe domatet, për shkak se serotonina nuk mund të kapërcejë barierën gjaktru, përmbajtja e lartë e antioksidantëve të frutave është përgjegjëse për një gjumë më të mirë. Studimet tregojnë se një gjumë i parehatshëm është i lidhur me nivelin e ulët të antioksidantëve. Salmoni. Nëse vuani nga pagjumësia, do të ishte më mirë të konsumoni salmon. Ekspertët kanë konstatuar se personat që konsumojnë këtë lloj peshku bëjnë një gjumë më të mirë dhe zgjohen më rrallë gjatë natës. Gjithashtu, salmoni ka në përmbajtje të lartë omega-3 dhe vitaminën D, të cilat ndikojnë në përmirësimin e gjumit dhe sjellin gjithashtu rezultate më të mira në cilësinë e tij. Frutat e thata. Kikirikët, bajamet, fistikët dhe arrorët e tjerë mund të përmirësojnë metabolizmin dhe të rrisin temperaturën e trupit. Përveç kësaj, ato përmbajnë melatonin, një hormon që ndihmon në kontrollin e ciklit të gjumit. Kanella. Kanella mund të rrisë temperaturën e trupit, ndaj bën pjesë në grupin e ushqimeve që duhet të konsumohen përpara se të shkoni në shtrat. Preferohet të shtoni kanellë në një gotë me qumësh dhe ta pini përpara se të shkoni në shtrat. Tripofani në qumësh do të funksionojë duke nxitur gjumin. Bananet janë të pasur me vitaminën B dhe magnez, ndaj ndihmojnë në funksionet e gjendrës tiroide dhe rregullimin e temperaturës së trupit. Magnezi ndihmon muskujt të relaksohen. Xhenxhefili është një tjetër ushqim që mund të na ngrohë. Vetitë e xhenxhefilit mund të kenë efekte relaksuese për enët e gjakut, gjë që kontribojnë në kontrollin më të mirë të gjakut. Çaji me xhenxhefil është një opsion perfekt para gjumit dhe mund të sjellë gjithashtu rezultatet e duhura në cilësinë e tij. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.